VMRO DPMN akuzon ish-ministrin e shëndetësisë Venko Filipçe se ka tentuar t'i marrë klinikën Zhan Mitrev, pronare të saj, me ndihmën e kryeministrit Zoran Zaev. Deputeti Bojan Stojanovski deklaroi se Filipçe dhe Zaev gjatë kohës kur ishin në pushtet kanë përdorur institucione shtetërore për të bllokuar llogaritë e klinikës dhe të pronarit. VMRO DPMN kërkon nga prokuria të nisë menjëherë hetim dhe të veprojë në mënyrë të paanshme. Докторот и собственик на клиниката Жан Митрев во интервју на национална телевизија кажа дека Венко Филипче и Зоран Заев му се заканувале со цел да му ја одземат болницата. Во екот на судскиот случај, кој што се одвила против Митрев, кога биле на власт и од позиција на моќ, големците Филипче и Заев, едниот како премиер, другиот како министер за здравство, искористиле моменти преку своји далеку познати методи и пракси, сакале да му го земат собствеништвото врз клиниката Жан Митрев. Nga ana tjetër, Venko Filipçe i ktheu akuzat si një fushat të orkestruar të linçimit publik dhe gënjeshtrash nga pushteti. Ai tha se VMRO DPMN ka kaluar çdo kufi dhe se akuzat ndaj tij janë të pabaza dhe shpifëse. Filipçe paralajmëroi se do të ngrej padiq për shpifje dhe se do të ndjek penalisht të gjithë të përfshirët. Вчера отидоа дотаму да преку Жан Митрев, за кого како лекар не може да кажам што мислам, ме обвинија за рекет на цела болница. Претера, ова ги поминува сите можни граници. Што ќе смислат следно? Утре ќе ме обвинат и за силување, за убиство, за што следно? Доста е веќе. Сега ги тужам. Мојот одговор преку суд ќе го добијат и наредбодавачите и извршителот. Kjo është përplasje e re politike ku VMRO DPMN kërkon hetim të menjëhershëm, ndërsa Filipçe i përgjigjet me kërcënim për padi dhe akuzë për fushat të ndërtuar.